Debatet e shumta në mbledhjen e shkuar të Këshillit të Ministrave kanë bërë që Ministria e Financave të riformulojë edhe një herë buxhetin për vitin 2016. Qeveria ka miratuar sot paradite paketën fiskale dhe tabelat e plota të buxhetit, i cili kap në total vlerën e 452 miliard lekëve, 4.5 miliard dollar, afro 43 milion dollar më pak se buxheti vitit të shkuar. Edhe pse për vitin e ardhshëm të ardhurat pretendohet të kenë një rritje në vlerën e 200 milion dollarëve, të cilat parashikohen të vinë si pasojë e mirë administrimit fiskal, nga mbledhja e tatimit mbi vlerën e shtuar me 110 milion dollar më shumë se ky vit dhe derdhja e kontributeve të sigurimeve shoqërore me 88 milion dollar. Vizion Plus ka arritur të gjejë relacionin dhe tabelën që kanë hartuar financat, ku për herë të parë qeveria ka arritur të vendosë një nivel më të ulët të deficitit në buxhet në masën 2.2% të prodhimit të brendshëm bruto. Zyrtarisht qeveria ka marrë përsipër të rizë këto taksa. Rritja e primit të sigurimit nga 3% në 10% do të vendosë një taksë regjistrimi në masën 70.000 lekë për çdo makinë luksoze që regjistrohet në emër të një personi, si dhe një taksë vjetore prej 21.000 lekësh për makinat luksoze me cilindrat mbi 3.000 kubik që do të ul edhe normën e kompensimit të TVSH-s për fermerët nga 20 në 6%. Në relacionin e nisur drejt kryeministrisë, financat shprehen se do të formalizojnë tregun e telefonisë celulare, ku ka një evazion të madh dhe nuk paguhet TVSH. Po ashtu ato zotohen se do të administrojnë më mirë importin e duhanit, ku do të zhdoganohen 400 tonë më shumë se gjatë këtij viti, dhe një shpresë tjetër vjen nga rritja e importit të karburanteve në masën 3.4%. Evazionit e karburante dhe cigaret thuhet se ka sjell 40 milion dollar të ardhurat të munguara në buxhetin e këtij viti, të cilat do të rikuperohen në 2016. Po ashtu një tjetër synim është edhe rritja e argëtimeve në buxhet, si shtrëngimi i masës së gjobave në rastet që nuk paguhet në afat. Ndryshimet e bëra së fundmi në ligjin e procedurave tatimore përcaktojnë një gjobë prej 15% të vlerës së këstit paraprak të tatimit mbi fitimin, në rast se nuk paguhet në afat. Kjo mas pritet të gjenerojë të ardhura shtesë, por që nuk janë faktorizuar. Në paketën fiskale të miratuar në qeveri, kabineti nuk është tërhequr as nga rritja e akcizës së birës vendase, as nga rritja e tatimit të trullit dhe as nga vendosja e taksës 1 euro për fjetjen në hotel. Qeveria nuk rrit as pagesat për papunësinë dhe as ato për ndihmën ekonomike. Si çdo vit, ndryshe nga premtimet se do të jepen 50 milion dollar në vit, ish-pronarët sërish e kanë të shkurtuar fondin dhe për ta jepet vetëm 30 milion dollar, ndërsa 20 milion dollar shkojnë për kategorinë e ish të përndjekurve. Lajmi vetëm i mirë është për pensionistët, ku buxheti ndan 11 milion dollar për rritjen e pensioneve të tyre.